Dashi. Energjia e ditës do të shtyjë drejt një vendimi të rëndësishëm. Zemra do të ndjejë nevojën për të komunikuar me ata që do, prandaj mos hezito të shprehësh ndjenjat. Në dashuri, hapja e zemrës do të krijojë lidhje më të forta dhe më të thella. Në punë, një mundësi e re mund të paraqitet papritmas, qëndro sy hapur dhe shfrytëzoje me mençuri. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme sot. Kjo është dita ideale për të reflektuar mbi planet afatgjata dhe për të përgatitur strategji të reja. Kujdesu për shëndetin mendor, ndoshta një ecje në natyrë do të ndihmojë të rigjesh ekuilibrin. Frymëzimi është miku yt më i mirë sot, prandaj burimi yt krijues duhet të rrjedh pa kufizime. Demi. Sot është një ditë kur duhet të dëgjoni intuitën tuaj me vëmendje. Për sa i përket dashurisë, është koha e duhur për të qenë të hapur dhe të sinqert me partnerin. Nëse keni një bisedë të gjatë për të bërë, sot është dita e përshtatshme. Në aspektin profesional, shfaqen mundësi interesante. Mos i nënvlerësoni idetë që ju vijnë, pasi mund të jenë çelësi një suksesi të ardhshëm. Financat po kërkojnë pak kujdes. Buxheti mund të kërkojë një riorganizim të vogël, por mos lejoni që kjo t'ju shqetësojë shumë. Ndjeheni të lidhur me natyrën sot. Një shëtitje në ajër të pastër do të ushqejë shpirtin tuaj. Kujdesuni për shëndetin dhe mos harroni të buzëqeshni, pasi energjia pozitive shoqëron çdo hap tuaj. Binjakët. Sot është një ditë për të eksploruar horizonte të reja dhe për të dëgjuar zemrën. Energji pozitive do të mbushin zemrën tuaj, duke ju dhënë shtysë për të ndërmarrë hapa të guximshëm. Në dashuri, jeni të hapur ndaj bisedave të thella. Një kuptim i ri mund të lindë mes jush dhe partnerit. Në punë, idetë tuaja krijuese do të vlerësohen nga të tjerët, ndaj mos nguroni të ndani me kolegët. Financat mund të kërkojnë një qasje më të kujdesshme, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për momentet e vogla të qetësisë dhe reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata. Frymëzimi do të vijë nga burimet të papritura, duke ju dhënë një ndjenjë freskie dhe qëndrueshmërie. Shfrytëzoni çdo mundësi për të mësuar diçka të re. Gaforia. Sot është një ditë e bukur për të ndalur dhe reflektuar mbi ndjenjat e tua. Mund të ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht, por kjo është një mundësi për të kuptuar më mirë veten. Në dashuri, jepi përparësi dialogut të sinqert me partnerin. Nëse je beqar, mos hezito të shprehësh interesin për diçka që të ka tërhequr prej kohësh. Në punë, është koha për të përfunduar detyrat e mbetura dhe për të planifikuar projekte të reja me kujdes. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e kota. Një shëtitje në natyrë ose një moment qetësie do të ndihmojë të rigjenerosh energjinë. Mos harro të kujdesesh për mirëqenien tënde emocionale, pasi kjo do të sjellë paqe në shpirtin tënd. Luani. Sot është dita për të ndriçuar dhe për të marrë kontrollin e iniciativave të tua. Energjitë rreth teje janë të fuqishme dhe të japin mundësinë për të realizuar plane madhore. Është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë emocionet me ata që i do më shumë. Në çështjet profesionale, mbaj një qëndrim të vendosur dhe mos lejo që të tjerët të pengojnë në arritjen e qëllimeve. Kujdes në shpenzimet, një planifikim i kujdesshëm financiar do të ndihmojë të ndihesh më i sigurt. Në mbrëmje, kushto pak kohë meditimit ose relaksimit për të qetësuar mendjen. Lër që kreativiteti dhe imagjinata të udhëheqin drejt horizontit të ri, duke të çuar në zbulime të reja për veten. Virgjëresha. Në këtë ditë, energjitë kozmike tërheqin vëmendjen drejt jetës së përditshme dhe detajeve që shpesh kalojnë pa u vënë re. Në punë, është momenti ideal për të riorganizuar projektet dhe për t'i dhënë përparësi detyrave që kërkojnë përkushtim. Kur bëhet fjalë për financat, çmangni shpenzimet impulsive dhe mbani një sy në buxhet. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të japë drejtim të ri një marrëdhënie të rëndësishme. Mos hezitoni të tregoni ndjenjat tuaja, sepse sinqeriteti do t'ju sjellë më afër zemrës së tjetrit. Për shëndetin, pak kohë për veten dhe meditimi mund të ndihmojnë në qetësimin e mendjes. Mos harroni që edhe momentet më të vogla të qetësisë mund të sjellin ndjesë të mëdha dhe të bukura. Peshorja. Miqësia dhe bashkëpunimi do të jenë në qendër të vëmendjes sot. Ndërsa dita nesër mund t'ju ofrohet një mundësi e re në punë që kërkon bashkëpunim me të tjerë. Pranojeni me zemër të hapur dhe tregoni aftësitë tuaja organizative. Në aspektin financiar, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Një qasje e mençur do të ndihmojë në stabilizimin e buxhetit tuaj. Në sferën e dashurisë, hapni zemrën për partnerin dhe ndani ndjenjat tuaja të vërteta. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një ndjenjë të re. Gjithashtu, një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni qetësinë e brendshme dhe të rifitoni energjinë.
Sot është dita ideale për të rivlerësuar prioritetet dhe për të mbajtur një balans të shëndetshme në jetën tuaj. Akrepi. Energjia e ditës do të ndriçojë rrugën tënde, duke të ofruar mundësi të reja për të reflektuar mbi qëllimet e tua. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë një kuptim më të mirë të ndjenjave tuaja, duke forcuar lidhjen tuaj. Nëse je beqar, mos e humb shpresën. Dikush mund të të befasojë kur më pak e pret. Në punë, kreativiteti do të jetë arma jote më e fortë. Përdore për të zgjidhur një çështje komplekse që të shqetëson. Mos ja anashkaloj gjërat e vogla, sepse ato shpesh përmbajnë përgjigjet që kërkon. Kujdes me financat dhe shman investimet e rrezikshme. Meditimi mund të sjellë qetësi në mendjen tënde, duke të ndihmuar të ndihesh më i balancuar dhe pozitiv sot. Shigjetari. E sotmja sjell një energji të re dhe të freskët që ju motivon të nisni projekte të reja. Në punë, ndonse sfidat mund të shfaqen, qasja juaj pozitive do t'ju ndihmojë t'i kaloni me lehtësi. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët kur t'ju nevojitet. Në aspektin romantik, një surprizë të këndshme nga partneri juaj do t'ju bëjë të ndiheni të dashuruar sikur më parë. Nëse jeni vetëm, sot mund të takoni dikë që do t'ju zgjojë kurajtin. Kujdesuni për financat duke planifikuar me kujdes shpenzimet e ardhshme. Energjinë e mbrëmjes shfrytëzojeni për reflektim dhe meditim, duke ndjerë qetësinë që ju rrethon. Ndiqni intuitën, ajo do të jetë udhërrëfyesi juaj më i mirë. Briqapi. Sot ndjeni një valë të re energjie që të mbush dhe të shtyn drejt arritjeve të reja. Është koha të përqendrohesh në punët që ke lënë pas dore. Një organizim i mirë i ditës do të ndihmojë të arrish më shumë rezultate. Në dashuri, qetësia dhe kuptimi mes teje dhe partnerit do të jenë kyçe. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive. Reflekto mbi qëllimet e tua afatgjata dhe mos u shkurajon nga pengesat e vogla. Të ndjekësh zërin e zemrës dhe intuitën do të jetë udhërrëfyesi yt më i mirë. Shihimi i një momenti të qetë në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tënd. Ujori. Dita e sotme sjell një ndjenjë çlirimi dhe energjie pozitive. E ardhmja duket premtuese dhe është koha për të bërë plane të reja. Në dashuri, është koha ideale për të komunikuar hapur dhe ndershmërisht me partnerin. Për ata që janë vetëm, një takim i papritur mund të kthehet në diçka më të thellë. Në punë, idetë që ke mbajtur për veten më në fund janë gati të ndriçojnë. Mos hezito të shprehësh mendimet e tua, pasi mund të mbash vëmendjen e një kolegu apo shefi. Financat janë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Sot është dita për të përkëdhelur veten me diçka të vogël, por të këndshme. Ndjesitë e tua janë të mbushura me optimizëm dhe frymëzim për ditët që vijnë. Peshqit. Sot, energjitë e universit formojnë një tablo të qetë dhe harmonike për ty në fushën e dashurisë. Lëre butësinë të udhëheqësh çdo bisedë me partnerin tënd. Nëse je beqar, dëgjoj me kujdes ndjenjat që të shtyjnë drejt një personi të ri në jetën tënde. Në punë, shfaqet një mundësi e re për të shprehur aftësitë e tua kreative, prandaj mos nguro të mendosh jashtë kornizës. Financat duken të qëndrueshme, por bëj kujdes me shpenzimet e vogla që shtohen pa u vënë re. Sot, merr pak kohë për të reflektuar dhe të rilidhesh me natyrën, mbasi një shëtitje e lehtë në park do të ndriçojë mendimet e tua. Kujdesu për ekuilibrin e brendshëm dhe lëri emocionet të rrjedhin natyrshëm.